Sekretet tona janë të gjitha te ky kavanoze. Brun. Me muskuj. Ta hajda marrin këtu ose këtu. Çmandem kur çunat kërcejnë vallë popullar. Oh, des! Çunat kur parkojnë dhe e kthejnë timonin mbrapsht disa herë, është jetë shumë hot. Ka timonin kështu. Ftes për ju. Çfarë lojë që bënë? Më tha, numrin nuk të jap dot, po mund të t'japi për shafir. Unë dhe Krisëlli kemi gjetur shtëpinë ideale për të bler. Ç'të bëjmë? Po, a gjen do ndonjë burrë që nuk na tradhton goca në ditët e sotme? E dija që më trahtoje. Kush ishte ajo? Keca beba, për ju nuk na ha, ana shkalon. Mirë, bo, se na det zëri kundër pastaj edhe na zbulojnë sekrete. Po shan zërin ti? Me qëra fjalat e sekretat. Sekretet tona janë të gjitha te ky kavanoze. Dhe ne do t'i nxjerrim sot. Hajde. Jeni Sot gati? do merr vesh. Të paktona që Lejen kemi ty të mbajtur nxjerr dorë. sekretet e mia. Unë po çektoj. O Klea, çka kishte bërë ndaj kavanozi? Kishte mjalt. Turshi? Do funksionoj me pyetje. Domethënë neve do nxjerrim pyetjen nga kavanozi dhe pastaj do japim përgjigjet. Shumë e vështirë për të kuptuar. Tani, Si loj. çfarë është një arsye totalisht jo serioze që i kemi bërë dikujt ghost? Ghost. Ma ta nisëm? Hajde. Nise. Kam qenë në një date me një djalë Okay. dhe ky djali përdorte vape. Dhe përdorte vape me shilë shtryp. Wow. Tani, po jo, një sekondë, se kur del me një djalë, nuk kam atë idenë që ai duhet të jetë aq burrëror, aq mashkullor, të ketë aty Philip Morris ose Winston, të pi cigare si burr, atë Kisha pa e gju Winstonin. të mbaj era burr. Më fal, një mashkull nuk ka të drejtë të pëlqejë lule shtrydhe? O si, Ai mund ta bëjë lule shtrydhe, po jo në cigare Vape. elektronike. Jo. Domethënë e ke parë del aty entroteti aty thot breathe air ose pi cigare si burr. Çuni 2 metra. Brun. Me muskuj dhe të pi vape në luleshtrydhe. Po se mensonin të kishin një sponsor lule shtrydhesh, vepash, më fal, ça? Ose më mirë thjesht të kesh cigare dredhme aty, si burrat, në si era jazz. Unë për shembull i kam përgosisht nga atletët, se s'm pëlqen të ngjyra atletëve dhe Çfarë ngjyre kishin atletët? se më ka qenë trendi, nuk e di. Mos e kishin ngjyrë lule shtrydhe? Jo, Nuk e di me të kuqe. Një bluzë e bardhë, xhinse xeza dhe atletet kuqe. Thjesht nuk pëlqen Si flamur. atletët. Edhe si është kështu, domethënë si është ajo mënyra, ke parasysh jo se ndjeva në veri, Vesh ose çuni atletet kuqe. Si mund të veshë çuni atletet kuqe? dhe thjesht Shiko, se mos ai vesh atletet Ngjyra e kuqe, mbase ngjyra e kuqe shumë i ngjallë. Jo, jo. po duket e veçantë. Është teoria e sanduiçit, po kjo është temë tjetër. Është teoria e sanduiçit. Teoria e sanduiçit është që ti vesh për shembull, nëse atletet janë të kuqe, ti vesh pantallonën në ngjyrë tjetër dhe bluzën e kuqe. E kupton? Është fashion, duhet ta mendosh shumë thellë. Nuk e dia. Çfarë ishte diçka që bëje në adoleshencë që të dukej e ndaluar por nuk ishte? Sa shumë gjëra kam bërë. Pas kam histori për të gjitha si rradhe. Si rrallë herë, po. Unë bëja që kur kam qenë adoleshente luaja Stardoll dhe kur hyja në party dhe flisnin me çuna, mua më duke e ndaluar ta bëja këtë gjë kur ishte mami dhe babi dhe njerëzit në shtëpi. Ua, na. Sikur po bëja një gjë të fresh. Ua, Bëj më atë gjë kujtove, kur sa Joje hapa të ljupin deri. më kujtove Stardollin, kam eksperiencën time të tmerrshme. Kam futur kartën e mamit dhe kam lënë me 0 lek nga Stardollin. Mami Dhe ty kam lekët. ngrënë një lloj druri. Çfarë blije? Blije që t'ishe kështu royal. O zemra, çdo gjë që ishte me pagesë nuk dija si funksiononte, nuk e kupton, nuk dhe kam djegur laptopin se luaja Stardoll gjithkohë se nuk bëja mësime dhe sa gjatë derën e madhe të shtëpisë e mbyllja kështu gjithkohë. E mbyllja derisa u dogjë, kupton Trauma. Unë nuk kam histori se gati çdo gjë që kam bërë në adoleshencë ishte ndaluar. Çfarë është diçka që nuk është seksuale për çunat, po ty të duket seksi? Do E tash nisun. fjalën. Shënojeni dhe dua tort. Me le. Nise, hë. Unë vdes, mbaroj, nuk e di domethënë çmandem kur çunat kërcejnë vallë popullar. No, e kemi thënë një thënë, episod kemi tjetër. thënë. Ua vdes, moj. S'ka gjë Dhe e kur re, dalë në date me çunat i pyes gjithmonë, a di të kërcesh?
Po, jo, po nuk di. E imagjino atë të veshur me pantallona serioze, me kmish në Edhe dasë, duke po martohet lëvizur bota hallë, edhe ai që kërcen kështu. Ose kur imagjinon që po martohesh ti me atë. Edhe ai duke kërcyer kështu. Oh, that's Një gjë tjetër. Pa cringe kur kërcen çuna. Një gjë tjetër. Një gjë tjetër është Hë, të në thuash? mendoj që të gjitha ne mund ta kuptojmë. Timoni. Ua, nuk e di, jam duket vetëm mua. Jo, po- motor. Jo, është ajo që kur janë duke i thënë Timoni dhe është ndaj muzikë kështu dhe kthehen ta bëjnë të kështu. Jo, unë mendoj që jo duke i thënë Timonit. Ose kur kthehen me gjithë trupa, Jo, thonë jo. ja këtu dhe kthehen. Jo, Po, pra. unë mendoj që jo thjesht duke i thënë Dhe kokën makinës. plasësh me murin. Por nuk e di, a është vetëm me kokën time apo dhe tek e juaja, por çunat kur parkojnë dhe e kthejnë Timonin mbrapsht disa herë, është thjesht shumë hot. Thjesht di të parkojnë zemër. Çunat kur dalin me ne pasi shohin këtë episodin, tu e kap Timonin kështu. Ai tu na pan sy. Flirti dhe Timoni. Edhe duke vënë ndaj muzikë kështu. Po, do të thënë, çuna duhet kuptojnë që janë ca gjëra që s'janë fare flirtuese që na pëlqejnë tek ata. Po, e vërtet. Kështu që parkojnë më Kërceni vaje shpesh. popullore dhe rrëtulloni Timonin. Vdes tjetër, vdes. E keni parasysh kur kanë ndaj gjë me mëngë gjata, thjesht i ngrejnë mëngët? Edhe ju duken duar? Ose kur i ngrejnë ose kur kanë veshur këmish edhe i Kopsa. Po. Kur ngrejnë ndaj gjë të rënd. Po. Kur ngrejnë diçka të rënd që duken shumë të Arka, fortë, ose kur arka. rregullojnë llampën. Rregullojnë llampën, Po. domethënë ti thjesht shiko, shprit lampa, ti mund ta rregullosh vetë. Mund ta heqësh ta vësh, ta çmontosh gjithën, po pse do ta bësh vetë kur mund ta bësh? Ose thjesht kur është mekanik dhe është duke rregulluar makinën. Ose thjesht Se di s'ma ka rastis. Ose thjesht nuk di të bëj asgjë, nuk di të bëj asgjë. Nuk di ta bëj këtë gjë dhe thot, e bëj unë. Më thon ti ti duruar, për çdo gjë e bëj unë. Imagjino tani Ke fituar. Ne duam çuna me krah sot duke rregulluar. Prit ti s'ka marron. Nuk rregullu makinën. Ai del aty pi vepin në shtryve. Imagjino po. Disa kanë një gjë tjetër, nuk e di a ju pëlqen dhe ju, çunat kur luajnë me fëmijët e vegjël. Dhe ti e mendon që ua sa bukur të kishim një bebë bashkë dhe ai të jetë babi i fëmijës Po, tim. ose me qen, me mace kështu të voçka. Ne ju duam, unë vdes për ju. Çfarë do gjë që bëni? Jepe, tum tum. Tum tum. Tum tum. Një moment që ti u mundove të flirtosh dhe përfundoi në dështim. U kam sëri. A tani zon këtë se Nise, Ua. nise se. Unë thjesht kam qenë një moment për shembull, ka qenë tavolina dhe më ranë çelsat në tokë. Unë tash i po shikoja, kjo parasysh po flirtoja dhe ulem për të marrë çelsat, po shumë delikatesë, nuk u munduar dhe sa ulem të marrë çelsat dhe bam kokat e tavolinës. Dëgjohet një ushqim e madh. Dhe kthejnë gjithë kokën dhe unë. Ai duke thënë kjo që ka nefsht. Po, nuk di të kapja çelsat ndërkohë. Ema ndërkohë tu ngritja tavolina tu shku shtëpi me akull. Po, e mora një akull Si makinë. ai të Tommy Jerry që i dilte një kështu. Tani u kam qenë me gocat pushimi jashtë shtetit. Po. Një vend pak rëndësika. Edhe ka qenë resort. Ka qenë resort, po e ke parasysh shqiptarët kur njohin shqiptar të tjerë që dinë që janë aty dhe Po. po, edhe ishin ca çuna që ishin shqiptar, një grup gocash, një grup Ka i çunash. dallove, kishin ndaj O kështu. zemër e lexojnë ball. Moj, zakonisht e Kanë kanë atë qau. prerën e mjekrës këtu. Zakonisht e kanë qau, kanë shqipojnë florirë shumë të mëdha. Edhe ishim te pishina, këta ishin në restorant duke ngrënë dhe unë tani i veshur tak ishte dark me gocat e nxirë e bukura. Them një shoqë më bëj foto te pishina. Tavolina këtyre këtu, pishina këtu. Kisiana duke pozuar. Ti bje O pishin. zemër, është kitarash në pishinë. O zemër, nuk e di. Jo, dole kështu kështu se lot. Më kishin rënë takat, flok isha. Kanë qezë, më të njerë në ndihmuan se kuptuan aty që ishim Pa, shqiptare. atë pa i me të njëjtin sy mbasi ti rozove si Mendoj që aty ishte fiks Momenti ku godite. E kupton? Qofse ai nuk do ishte çuar nga tavolina, nuk do më kishte ngacmuar mua në atë momentet, më kishte ngritur nga pishina kështu si heroi im, nuk do ta parë. Unë kam pasur histori ime tragjika. Është shumë e keqe si histori. Para ke kështu histori tragjike. Është shumë e keqe si histori, po do e them. Ishte ditë. Nuk ishte natë. Ishte ditë. Ishte Dhe natë unë po ecja rrugës. Dhe aty anash rrugës ishin nga këta çuna të promocioneve që janë shumë të mirë, kupton, me këto stenda, se çfarë po shise. Pak nuk e pa njëri se çfarë po shisnin dhe unë thash, okay, dami të bëhet, ta kupton, një jetë kemi varja, do i keti them jep numrin. Po që ai çuni promocioneve. Po,
I the ti. Edhe ti kërkove duke numrin. folur për kabllat e internetit. Ti po thua që ti shkove kërkove numrin. Po, unë i ka të kërkova numrin dhe ai më tha, Ç'a tha? ai më tha numrin. Tëm. Jo, më tha numrin nuk ta jap dot, po mund të t'japi për shafi. Jo, pse sa jep të numrin? Çfarë arsye Nuk ka qenë i lidhur moj. Ndoshta atë ditë nuk e di, unë dukem shumë mirë çdo ditë. Shiko. Nuk e di çfarë shkoi gabim. Mendoj Mos ndoshta ka qenë pozitivisht. pak thjesht i lidhur. Po, mendoj pozitivisht që ai është besnik. Po ishte Se shumë e ty mirë, ty nuk mund të refuzosh, kështu që A mendoj këtë ekzistojnë gjë. vallë këta çuna kaq besnik? Moj, po, Ku jeni? Edhe një pyetje kam unë. Tani ç'a ndodhi me vetbesimin tënd pasi? Vetbesimi im nuk shkatrohet kurr. Njerëzit sa më shumë që të vriten, aq më herë çoha, aq më E shumë herë pranove? çoha. A pranove që të përshafonte? Po, e përshafova. Pak mirë. Ajo atë donte në Përshafove shumë mirë. Të paktën për shafimin e morëm. Ishte dashuria ime e jetës që nuk ndodhi kurr. Jam shumë e sigurt që tani po kërkon për mua, nuk do më kesh kurr. Më humbe një herë. You're lost, baby girl. Shame on you. Baby boy. Cila është gjë që bëje gjithmonë gabim dhe të tjerë ta vinë në dukje, po ti nuk e kuptoja. Adoleshent. Një beauty blindness për shembull. Unë kur zbulova FaceApp-in. Zbulova unë FaceApp, e bleva Koha e FaceApp-in. atëherë aso koha ka qenë $5. Pa. Dhe e bleva unë FaceApp-in. Dhe nuk më hynë në sy këto kiss një cute Hollywood. Hollywood 5. Si ai që kishte bërë të skeçi, ashtu fare. Po, edhe fillova ti përdoja kështu ti postoja ose story dhe shoqet më thonin vazhdimisht, "O Kris, seriozisht e ke çajin këtë?" Tani mua më duket sikur ato ishin xheloze. Që unë thjesht kisha Snapin dhe kisha FaceApp-in dhe kisha $5 që ta blija dhe ta përdore. Dhe thoja, "Këto tani janë shumë xheloze që unë dal kaq e mirë me Hollywood 5." Kam një Po, pyetje. fytyra bore bardh, buzët e kam një kuqe. pyetje. Kam një pyetje. Pa. Mos e merr si bullizim. Ishte para se të bëje hundë apo pasi për hundë? Po, gjithmonë historisë tregoj para. Para, pas Hundës se ne këtu kohën e masim para hundës tonë dhe mbrapa hundës tonë. Mbrapa hundës jemi 30. Po, para hundës kanë qenë këto problemet me vetbesimin. Mbas hundës pastaj S'ka më face up, fshim nga telefoni. Unë i drejtoja e përdorin po me karar. Unë i drejtoja flokët para, edhe mbrapa i leja kështu se i kam pas më shumë honde, po. Dhe i leja mbrapa dhe gjithmonë më thoshin, "Nuk i ke drejtuar mirë flokët." Unë i thoja, "Po i kam drejtuar pra mirë, mos ma vëni më ndukje." Dhe disa kishin ndjesha për zot. Umërsisja shumë. Këtë vazhdoj ta bëj akoma. Po, po. Goca. Kisha shumë flok, ç'a ti bëja? Fakte. Me shkim jarë për të ndarë sekrete sot. Unë, kur nuk i kam pasur buzët e bëra, dhe po i kam të bëra, buzëve. Para buzëve tona dhe Po. mbrapa buzëve tona. nuk i konturoja, nuk e njifja konturin. Dhe një që ravisja. Do me thënë, kanë qenë kështu? Ua se histori që hotat e gocit tje. Kanë qenë kështu për shumë? Kylie Jenner got nothing on you. Dhe ishte këtu, dhe ishte këtu. Dhe kur haja, fshi kjo pjesa këtu. për Ua, dhe shembull, ngelte dhe lapsi. kisha një vis kafe këtu, dhe një vis kafe këtu poshtë. E kupton? Po ka qenë të mërshme. Çfarë është një gjë toksike që bëjnë çunat që ty të duket seksi, po edhe është një herë këtë? Jo, ajo ishte çfarë bëjnë jo seksuale që të duket seksi. Ua, zemra Toksike. Toksike. Kur je duke i zën, edhe ai i bie murit me grusht. Veç të bie ty i bi murit. Ua, sa toksike është. Mos mbi dot i herë se bëj shaka, me. i bi 7 herë, po ha, Ajo duket hot? është super hot. Duket si s'ken film. Ose zemra. po kur thot për shembull jetu në një telefon, ose hiqe telefonin si po flasun. Ose marr telefonin çaj të pa. Po, edhe ajo është Arë shumë. që po shafun, bësi bezdisur po në koka flasun. brenda. Mua një gjë toksike është që për shembull kur je duke u zënë, ti ja fik telefonin mes debatit dhe ai bie pa pushim telefonin dhe hape ku je. Më thuaj ku je se do vi aty. Të kapa për flokësh, ku je? Ndërkohë ti që është të plas fare Është ky ndërkohë. momenti Ema që ti e bën airplane mode. Po, edhe je kështu, wirelessin, i thua të gocave, gjitha. goca, se tani jam në muhabet dhe jemi i sytë të telefonit, se po më merr ky. Edhe ti do të thënë çuditërisht fiksa atë moment që po zish me atë zhdukesh nga gjallëzulli toksor. Dhe pritet të vi një plumb dhe të thoj. Po e mirë, e bukur është është mirë kur të merr në telefon, po kur s'të merr pastaj të kap. Ose kur ti rri për shumë i ke fikur internetin 4 orë që mos të kthesh përgjigje, dhe sa futesh ti, mesazhi ka 2 minuta që është. Po pra, ua, sa i natë vjen aty se si hap dot. Nuk e hap dot. Ose është kjo gjëja, nuk e di a e keni parasysh, nëse e mendoni njësoj se unë, quhet terapi.
Terapi. Terapi po, shkon kur të pëlqejnë këto gjëra. Do të thotë Që apo të grushti. ne jemi toksike. Ose kur bëhet xheloz për ndonjë rob thon dhe e shan. Ta hajda marrin këtu ose këtu. Nuk janë hot, janë për të qeshur, janë Për zotin ta marr. janë ekstremisht për të qeshur. Unë nuk e marr të seriozisht një njerëz që vjen me vërtet në fytyrë. Të betohem, nuk mund të vish me përtasësh në fytyrë dhe unë tri serioze se do të qesh në surrat. Ua, ky është momenti im. Hidhe. Hera e fundit që duhet të merr një vendim shumë të rëndësishëm. Crystal, kjo është për ne. Unë dhe Crystali kemi gjetur shtëpinë ideale për të blerë. Dhe kush na ndihmoi? Remaxi. Tani për të blerë me lekët e Kristianës, sigurisht se unë si s'kam punë. Ai se baba. E shohim. Si jeni? Mirë si e, kur do. Ua, qenë ka këtu. Si e? Përshëndetje, si jeni? Irusha, si jeni juve urdhroni? Unë mendoj që kam harxuar shumë lek me qira. Po. Dhe thash, pse jo, të investoj ta blej një shtëpi. U kam shumë teka me thënë drejtën. Mbase ju lodh pak, po. Jo, nuk është lodhja kur blen apartament. Keni menduar një zonë? Po tani, këti nga liqeni tha, di që ka prona luksoze. Po ideja që unë jam 23-24 vjeç, dua çik zhurmë, çik qendër, ndoshta. Po. Po, aty është zhurma, se këte kryesisht është zonë e qe. Po bra. Keni një buxhet? Shohim mirë pronat. Pastaj Duke qenë se pronat neve i kemi vlerave të ndryshme. Do e financoj vetë, është familja që do financoj, kështu që Vendimarrës është familja. po. Ju dojeni vetëm që të shkoni apartament apo do shoqëroj të bishna? Përshëndetje. Mirë vetëm. Unë jam Kristel, Si jeni? kolege dhe shoqe Kejsar, dhe që sot e tuti bashka gjente, sepse unë dua që t'ja vlej deri në qindarkën e fundit të shpenzimit. Kam ardhur shumë e përgatitur nga ana teknike, matematika nuk ka qenë asnjëherë pika ime më e fortë, por Keni marrë makinë llogarice me vete? të gjitha vetë. E po zi dhe shokun më të mirë se vetja. Se kjo e ka mundin jo tek fotot, tek ndriçimi, kështu Instagrami, macja. Unë do ju prezantoj me një nga kolegët e zyrës, agenti që merret me menaxhimin e pronave pothuajse në gjithë Tiranën. Do prezantoj me ju dhe me kërkesën tuaj dhe ai do e ndjeki. Erion, më ndihmon pak? Si jeni? Përshëndetje, Jana, Kristel. Si jeni? Erion, zyra na është mbush me goca të bukura. Por me sa kuptoj janë shumë të vështira. Me sa bisedë bëra unë, duan dhe një apartament tek liçeni tha sepse janë afër me punën dhe duan diçka luksoze, po duan dhe në qendër ku është dhe zhurma. Kur mendoni të futeni në apartament? Nesër. Po, nesër, bashkë të gosu ti tash nesër. Këtë javë. Tani, mirë, shiko, nëse ka ndonjë gjë që vlen, edhe mund të presim. Tani unë mendoj që të prezantojmë dy apartamentet që kemi në qendër dhe apartamentin që kemi këtu në zonë. Edhe unë atë përmendoj që ta nisim nga këto dy apartamentet që janë kështu në proces përfundimi të ndërtimit, që do të keni mundësi që të shfrytëzoni që fantazi, si të mobilohet, si të arredohet të tjera. Pastaj në fund shikojmë dhe një të arreduar, full të arreduar. Edhe aty do keni mundësi pastaj që ju t'i peshoni vetë se cili është më i favorshëm për ju. Vetëm na jepni pak kohë sa të konfirmojmë oraret me kolegët që menaxhojnë pronat. Sapo të lëm oraret, dëshironi ndonjë kafe? Po mirë. Ky pallati? Po. Ua sa i bukur. Prit një minut. Po. Ua sa i bukur. A se do na shtypin, do thotë, e shikojmë nga jashtë. Do ta shohim. Po më ti shënë sa i bukur vaj. Po. Na the mbaju, po nuk është se po masim hartën këtu. Jo, është di vetë pa më. Këtu është parkimi. Jo, këtu është hyrja për po. Do kem supermarketin, do e lek kështu vërdall. Patjetër, kjo Do parkim poshtë. Ky është vend për super makina. Sepse është me 3 kate në tokë, me 3 ashensor. 3 ashensor. Patjetër. E shiko më shush, kur të vish nuk do presh ashensori, ka 3. Ky është materniteti se ka me merak. Po. Teleferiku maternitet, fëmia aty në shkollë. Ky është materniteti dhe po ti bësh llogarit, e kemi shumë kollaj shtëpia, makina, parkimi, burri, materniteti. Është shumë afër. Lekët, Gjokundi. Po, do t'i gjej. Mirë mbroma. Kur doni. Mirë mbroma i sos. Skënderi është kolegu
që menaxhon pronën. Gocat janë të interesuara për apartamentin. Ju që keni të gjithë staf në gatishmëri. Sigurisht kjo është puna që bëjmë ne. Wow, bravo. Mirë. Kjo mund hajt një garderob, këtu po trape vogël. Faktikisht kjo është planifikuar si një donë fëmijësh. Po kam një fëmijë. Po. Kam një macën. Për moment, Po jo, gjallë një si lëdonë, se bërë roba me këshime, duha 3 dhoma. Ua, këtu me golden hour, super fotot. Që të bëjmë? Ja, të betet sa matjes fundit tu, se po duke ti të shike të këtë? Në fakt nuk jam planin 3 për mësuar. Dhe Ti folë, e keni fix. Dhe gjithë për masat jam bjam hëvu. Kam një ti, po një vogël në shpit për fëmishe. Nëse flasim për një apartament në zona qendrore, edhe një pallat të ri që është drejt përfundimit, besoj që kjo është oferta më e mirë që kemi aktualisht për sipërfaqe, çmim për metër katror edhe për vendi ku ndodhet. 99 metra është 245.000 euro. Sa? Për vetëm 245.000 euro. Si, mes Tiranës, po sa fut ka? Po jo për 2+1. Do më të madhe. Po. Atëre, mendoj që të shikojmë një opsion tjetër, që ka dhe një dhomë më shumë, është në zonën e bulevardit të ri, edhe ta shikoni pastaj kush i përshtatet më shumë ky apo ai. Faleminderit që mirë që një përqenë shërbimi jonë. Faleminderit shumë. Shërë dhe apartamenti, por do ju sugjeroja që erën tjetër nëse vini të shihni, të vini me prindrit. Jam 23 vjetë. Thotë që hajdeni me lekët e printer. Faleminderit. Dash me lekë. Më kratë letë. Përveç se lash atë ignorantin që ka qenë super vendim, ky është vendimi i dytë më i mirë që po marr në jetë. Si kalu? Kristiana, Bani. Ua, tjetër ma. Po. Po ju keni marrë vesh jemi VIP-a ne? dua një shtëpi. Shumë mirë, këtu e kemi për ju. Është Po, është 3+1. 3+1. Se, okay, ha. Me këtë fosë, vazhdojmë? Po. Bulevardi i Ri është projekti i zgjerimit të qendrës Tiranës, është çdo gjë me planifikim urban. Çdo gjë është e sistemuar, kryesisht kanë të ndërtuara komplekse banimi, rrugët dhe hapësira të gjelbëruara. Gjithashtu do vinë dhe shumë institucione shtetërore, gjithashtu do ndërtohen dhe kulla. Zonë VIP-ash. Siç e kërkoni ju, po. Nuk do jetë kështu këto Nga lagje. ato me shumë kape. Nuk do jetë këto lagje, çdo miell, çdo ujë ndërtojnë një Absolutisht, jo, çdo gjë e planifikuar, çdo ndërtim është planifikuar. Thua aty. Po, Në ço të shtëpia? urdhëro. Në ço? Mbas jush. 1, 2, 3, 4. Pa 2 banjo, Po, 2. Moj të vetëm do të kemi. 2 banjo dhe 3 dhoma gjumi. 2 balkone? Po, 2, fix. Këtu vendos televizorin, në? Po, tu është televizori, urdhëro. Po, Murat. Po. Muret, si thuhet? Muret. Muret. Po. Janë mure apo gips, sepse shoqë do vari televizorin dhe s'do që të bie televizori? pa merak, ato janë mure, kanë dhe sistem izolimi akustik dhe termik. Më thonë mund bësh çfarë duash nga dhoma tjetër, nuk dëgjohesh tek e dhomë. Arom shtëpie të re. Erion u logë? Hajde, se kemi dhe të tjera. Presin logën ju. Hajde, Erion. Ke punër me. Tani dua të thosh të vërtetën. Turbacioni, a janë të reja apo thjesht të nga e parë? Ju të hapni çesme për herë të parë. Okej, super. Një pyetje shumë e rëndësishme. Kur ti ke sa do larg në dush, dhe maca aksidentalisht do hapi robinetin nga panja tjetër. A do i ftohet dushi ke sa ose do i nxjehet dushi? Gjë që s'ndodh, po kjo është një nga makset e shqiptarëve që është eliminuar te këto ndërtimet e reja. Super. Të shpejt vendos do ditë. Është të mëshme. Pyetja tjetër. A janë me certifikat energjia? A kategoria? Absolutisht, çdo gjë është certifikuar. Okej. Muret janë me tullat me gips? Me tull, edhe nuk dëgjohet gjë nga dhoma në dhomë. Po. Do shkosh vërtet s'është një se kanë shumë të rëndësishme. Okej, mund shkosh, po. Krista! Habi! A gjove gjë? Moj orë gjë. Ngjohet sepse nuk e vendosur dyert. Me derën e vendosur nuk do ngjosh asgjë.
Na falë. Ska gjë flut. Ja. Shiko, me që ke makina llogaritse në dorë, mund ta llogaritësh pak 189.000 euro. Prita janë shumë numra. Ska gjë 18930. 18930, pjesëtim 127.6. 189, më falë edhe një herë. Ska gjë. 18930. Edhe një zero. Pjesëtim 127.6. 127 pika këtu, 6. Sa e doli? Del me shumë numra. 1481. Kjo është vlera për metra katror që është okazion në gjithë zonën e bulevardit të ri. Nuk gjen më me këtë çmim. Okazion. Po. Më falë, sa ishte ajo shtëpia atje? Ajo ishte 245.000 euro. A ishte 2 plus 1, 45. O zemra, 56.000 euro më lirë kjo. 56.000 euro do blesh makinë. I blen sa 10 rona maceote? 14 moj. 14 vjetë zemra e ngop me buk, me kopra. Nuk e kam hanë të makina së ma bli buri, po macen e ngop me buk. E ngop është për që se ngop. E me shiko, është okej. Po tani, unë duhet të pres, që ti ki latëshi nga poshtë, vinë banorë të tjerë, do vinë komshin që të merret vesh unë jetoj këtu që të vinë fansat. Do të shtojnë kullat? Do pres të shtojnë kullat, do të pres qiksi shumë. Jo, shiko, ti do presësh vetëm të përfundohet apartamenti, gjatë kësaj kohe vinin pushimet verore në plazh, se vera është para, dhe kur vinin shtator do i keni gati. Besoj gjatë kësaj kohe dhe arkitekti e ka rreduar gjithë apartamentin. Ti më gjën vesh, mos u ofendo. Absolutisht jo, ja, po nuk po e dëgjoj. Është importanti, me jo bëllu vend. Po të sa të presim luar. Okej. Po, Je shumë si kishe emri vet? Bani. Po. Arbani gjatë s'ka një. Bajram gjatë. Okej. Vazhdoni, s'ka gjë, nuk është problem. E jo në gjob, se kur erdhëm këtu, je trazuar të shikë, e di që të lo. Jo, nuk jam gatë parë. Po, shumë të të më piluar të bish shkurtin. E kemi edhe shumë të bukur të piluar, por buxheti nuk është i njëjtë. Po mirë, jo se rregullojmë, thamë tashi. Ikim. Ikim? Ikim. Ha? Ikim se kemi kota shumë. Bajramën pa merak. Unë e di që kjo është zgjedhja e dur profesionale. T'ja plotësojmë tekën çfarë do jesh të tretë, po do vim të pranë sigur. Këtu do vini s'keni ku shkoni tjetër, pa merak, ta thash është okazion. Gjithnjë. Bani, faleminderit. Mirupafshim. Erjon, ku ma ke sjell dhe nuk e di me këtë që na ke bërë. Tani po nuk të pëlqeu dhe kjo. Nuk kam çfarë t'rregoj më. Ua, do i nis fotot që këtu në koridor. Pse s'po keni marrë një sham Itali? Ua, ti heqi pucat? Jo, nuk ka nevojë. Kemi marrë parasysh vizitat për kështu s'ka Ajo nevojë. me gjunaf. Me të djathtën të shtëpia ime, ju lutem shumë. Ashtu. Ua, fitëm. Si e? Prap tjetër këtu? Lori është kolegja që menaxhon pronën këtu. Pronarja shtëpisë. Gëzohem, përtroni. Ua, bravo, more, nga një njeri ku do, moj shef, moj tis. Sa mund ta kuat pronarjen e shtëpisë? Jam unë. Po mund ta merri në karamel. Ba qa shpije pas kam mundë se pas kam ditur. Po këto vinë bashkë me shpinë? Në momentin që ju do bëni pronare të shtëpisë, këtë verën do ta hapim së Si në bashku. momentin që nuk jam momentalisht? Pa firmosur, Moj modo këtu që me të fleshën banjo. E ke dhe maskërin kështu që. Kam luftuar shumë për këtë ditë. Është dita ime, kam luftuar për këtë ditë. Për qa ka brënda njerë nuk kemi qa themi, afër punës është, autostradë direkt, Perte me buton, perde me buton, kondicioner në tavan, Samsung, edhe aspirim, aspirim, dhoma pukit gati, gjitha mobiluar, oxhak fake, të ngrohtë, krevati paraj, champagne, çokolata.
S'ngel gjë. Ha? Ajo vërtet ishte 56.000 euro më lirë, po do harçosh lek, do të dekorosh. E bën Robi zemrën gur për 56.000 euro për hajt. I ka fiks ngjyra 100% ngjyra neutrale. Jo, unë thash, unë nuk kam fjalë, po ka marrë ty më detajiste, po se dhe ti po, për mu ka marru. Tani, Gjon, ne vendimin e morëm. Okej. U strapacuam në përbalje në përdhe, andej pam shtëpi tjera, po se kjo nuk është Donit, më vajza. Plus gjithë goca me totaka në përbalje. E kupton? Okej. Metri se morëm me vete se s'na duhej, i provuam gjitha reatlik, komoditet, bukuri. Mashallah. Tani, diskutimi fundit është... Sa lek ishte kjo? Pas gjithë turit në apartament, që ju e pa dhe vlerësuat, apartamenti ofrohet vetëm për 460.000 euro. Imobiluar si ç'është. Edhe herë, 400... Me qira 495 euro në muaj. Për vetëm 460.000 euro. Për vetëm. Po se kishe kesh të dytën, atë shtëpinë e dytë. A me laç maj? Po do rregullohet, gocës të shkosh tjetosh me llaç. Do rregullohet, do. Mund të bëhet edhe ajo bukur si kjo. Po, na jepni numrin e atij arkitekti që ka për të shtëpinë dhe ç'a them? Patjetër, në momentin që keni vendosur për atë shtëpinë e dytë që kemi parë, edhe numrin e O arkitektit. zotrim, jep letrat se laps në kemi marrë me vetë. O zemra, është 2 herë më pak se kjo. Kështu që merr atë dhe ikem. Mo thua? Presim? Gjej burra, hajde. Ajo kishte knulla, më. Qa s'kishte? Gjej burra, hajde këtu pastaj. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi? Dorin ta pinim këtë po. Faleminderit vajza, kënaqësi. Inshallah po ju shitet. Shifemi. Inshallah po gjeni. Sa vash 460? Do vaj bëllë për të ram. Po, jo, më gram, ku vëlla. Me tipi që pjasë të dojë? Po. Shumë faleminderit Erion që u lodhe dhe u stërmundove me ne gjithë ti. Faleminderit, po me thënë dhe në këtë tualetet këtu ishin pak të vogla dhe ne zgjedhim opsionin e dytë. Plus ca mijë, qindra mijë euro më shumë. Sido që tjetë për këdo që vendosni, i presim në zyrë. Ne kemi vendosur, po të të marrë telefon. Lërë, Faleminderit, faleminderit, kalofshim i mirë pash. Ku ishe gjithë ata? Hertë në zyrë. Po pyeti njëherë para më se gjithë ditën duke bredh, nuk e dina as çfarë donin, jo do më ashtu, do mobiluar, do pa mobiluar. Që ngelëm të Ti takove dhe vetë, Urbi. e takova më që nuk besoj që do marrin gjë, ato thjesht pança kishim ne për shitje, hoqën në të kuriozitetin. Pas ke kaluar një super ditë. E mirë, hajde. Po ti kisha 400.000 euro, atë shpinë e fundit ta kisha bler. Thuj qa dush, Ishte vërtet. vendodhja po afër po. punës, kati 8, pamje, 2+1. Për foto ishte Për per një foto, herë, për puki, balkon, Edhe di qa ajër, kuptova, ndriçim. kuptova që realisht, po, domethënë ti mund të shpenzosh X lek pak më shumë për Remaxin ose për agent imobiliar që realisht ndihmojnë shumë me gjithë tekat dhe kapriçat që ti ke për Është e vërtetë se unë kam pas eksperiencën përpara me Remaxin, se gjatë gjithë kohës që kam marrë shtëpi me Tiranë, e kam marrë në për agjenci dhe gjithmonë me Remaxin. Dhe tani që do ndroj prapë te Remaxi do kthehem. Shpinë e gjetëm dhe gjitha e gjetëm, po a gjen do ndonjë burr që nuk na tradhton goca në ditët e sotshme. Shifeni, çfarë justifikime shpërdorni ju kur tradhtoni. Prandaj futbolli është lë e bukur. Ky veprim nuk bëhet dot 2 herë. Kush tha që të shkruaj ti more? Shkruajti më. Çfarë ke ato? Kush është ai që të shkruan more? Ajo është një budallaqe. Më shkruan çdo herë them, unë kam të dashur time, dushim fort, më lëra atë punë time, nuk merr vesh budallaqe. Do të thënë je i sigurt që nuk e njeh atë. Do të thënë nuk e njeh atë, nuk e lën ti me atë takim nesër në orën 8 e pamja. Kur unë ajo pam. Po Angela si Instagram një fake më idiot. Po ne diam. Mirë zemra, unë po iki tani, vazhdo punën ti se do flasim. Paci, shumë e mirë. I ke flokët shumë bukura. E dija që më tratoje. Kush ishte ajo? Po shpirt, po më vdek të vlaj është kushurira, unë vdes për ty. Ore ti po ja përgdhelje flokët asaj, mi lër mua këto muhabete ti. Pa, ke thënë që do t'i bësh flokët bjonde? Doja t'i shifja se ishin flokët bjonde, moj. Me vërtet? Po pra! E bërë për mua? Po për ty, moj. Oj, zemra ime, më fal. Prit.
Hapi pak telefonin tani shihet çfarë dhuratë. Seriozisht, sa i mirë që i... Bëj flokë më tani. Si shkuan dy servisi makinave ku takomi prap? Servisi o gjas, ka që më dalashim diti mua. Kush të friu ty në servisi prash, për qa bosh gjelose? Për vaj fitra apo për frenat që regullim më së në është? E ke takuar para 2 ditësh në blok. Për kam taku pra qa bosh të FBI-a tash, kush shtyti me pa mu telefonin timje, privatësia ime. Apo tonë shoqe ti fudo dhe fudo shti tash. Po si shkuaj ti mama? Femra toksika, mërë, është mirë. Gota, nuk kam pasur një eksperiencë me tradhti në dijenin time, se ku nuk i dihet, po shpresoj dhe shfikaj me më e madhe mos më ndodh. Nuk i di. Ata besojnë që duan, shofin që duan, bota është e tyre, ne nuk kemi askush që t'i ndalojnë. Edhe gjithmonë është kjo që zemër ti duhet besosh sytë e mi, jo s'të tu. Dhe të pranojmë që tradhtia në ditët e sotshme është bërë shumë normale dhe kjo s'është normale. Gjithsesi, tradhtia është një mision tjetër, se sot duhet ta mbyllim se Jo, nuk do mbyllim në asgjë, se keni hëngër si derë herën e kaluar dhe nuk na solli një gjë nga Snack Ninja. Moj ka akoma, hajde të kuzhinë. E po hajde, pra hiqim. Bye! Jam shumë e sigurt që ju pëlqejnë episodet tona këtu në Andale, kështu që mos harroni të na bëni subscribe në kanalin ton në YouTube. Dhe të na bëni follow te Goci për ta shëtheme gocash, muhabete të tjera dhe gjëra që nuk i gjeni këtu. Andale!